që atje e kemi zonjën Isufi, cilën po e përshëndes këtu nga Prishtina. Mi brëma, zonja Isufi. Brëma dhe mirë se ju gjejmë në Kosovë. Faleminderit shumë. Ishim me zotrin Buci në Suedi, tash pjo pës juve çka keni përgatitur kështu për Bajram, se po besoj që keni përgatitur diçka, ta nisim kështu bisedën. Patjetër. Këtu e bukur në Londra është se i festojnë të gjitha festat, si të Bajramit, ashtu dhe të Krishtlindjeve gjithashtu, apo çdo lloj feste tradicionale që komunitetet i mbajnë, këta i vlerësojnë shumë dhe i festojnë, por gjithashtu kjo na harmonizon edhe neve që të vazhdojmë traditën, edhe pse jo në vendin tonë dhe si zakonisht ai që është më besimtar dhe e ka mbajtur Ramazanin ditën e sotme ka filluar me falje në xhamia, por shumë prej tyre kanë përgatitur edhe fëmijët e tyre me veshje të reja, me dhurata, me ushqime tradicionale, pikërisht ato që më së miri i shtrojmë në tavolina kur neve festojmë, sidomos për ditën e Bajramit. Dita e Bajramit është një ditë e shenjtë, sidomos sot Bajrami i ri, Bajrami i shenjtë për të gjithë shqiptarët dhe kudo që janë, kudo që ata festojnë sot, të gjithë besimtarëve musliman ju uroj gëzuar këtë festë të bukur. Mirë, besoj zonja Isufi më na tregu kur keni shku në Londër, keni vite tash edhe ndoshta mund ta bëjmë këtu një krahasim, siç e pyetëm edhe zotrin Buci, normalisht të njëjtat pyetje do t'i drejtojmë edhe juve, duke ditë që ka dallim që është festuar ndoshta më herët edhe tash që festohet. Unë kam 26 vite në Londër, kam punuar për kohë gjatë në arsim dhe sigurisht festa e Bajramit nuk është festë zyrtare këtu, sikur janë Krishtlindjet për shembull apo Pashkët, sepse këta vetë janë krishtianë dhe i kanë Krishtlindjet dhe Pashkët kështu. Por festa e Bajramit nuk është festë zyrtare. Megjithatë mund të them që asnjëherë në shkolla nuk kemi patur pengesë që ne atë ditë të marrim pushim dhe të festojmë me familjarët tanë, sepse ata e kanë vlerësuar, e kanë njohur si tek mësuesit apo tek kolegët e tyre, por po ashtu edhe tek nxënësit. Gjithnjë kjo ditë u është lehtësuar dhe u është justifikuar që ta marrim pushim dhe të festojmë. Dhe kështu e kemi festuar gjithnjë, domethënë ka pas raste që e kemi vazhduar punën si normal, por ka pas raste që e kemi marrë edhe pushim e festuar me familjet. Londra është një qytet shumë diverse, multikultural dhe këta i vlerësojnë të gjitha llojet e festave sepse kultura të ndryshme e pasurojnë këtë kryeqytet dhe sigurisht neve na e lehtësojnë dhe na e vlerësojnë atë për çka ne jemi dhe çfarë ne festojmë. Mirë, e thatë jeni 26 vite, janë shumë vite atje, po normalisht qysh festohet te gjenerata e re, e përmendi shumë mirë zotri Buci që tha që edhe në Suedi pavarësisht që vitet kalojnë edhe atje kanë lind të rit, përsëri ka një lloj tradite, sado që ajo ka mbetë që të paktën me i vizitu, sado që keni kohë dhe mundësi të afërmit tuaj, po edhe miqt që i keni aty. Të them të drejtën, unë mahnitem për së miri, mund them, por me gjeneratat e reja, sa të fokusuar dhe sa të përkushtuar janë, sidomos kur i shoh që rriten në Londër dhe apo në Angli në përgjithësi dhe i ndjekin ato traditat e festës, sikur se të ishin në vendin e tyre pa asnjë lloj pengese. Por është edhe një tjetër që e shoh që është përcjell shumë tek gjeneratat e reja, ndoshta më shumë se sa kur unë jam rrit. Kur unë jam rrit për arsye të ndryshme, nuk është se na është lejuar shumë të festonim apo të shkonim në kisha apo në xhamia. Gjithsesi, festat janë shënuar, por këtu jemi shumë pasionant në atë pikë, sepse gjithnjë kemi pasur këtë formulën që
mund të festojmë Bajrame Pashk, por shqiptarinë e kemi bashkë dhe me atë frymë jemi rritë. Po gjeneratat e reja sikur e kanë kapë më shumë këtë pjesë të fest, si musliman apo si kristiane, dhe është mirë që besojnë, është gjithnjë mirë që të besojnë në cilën do fe që besojnë, sepse feja i drejton për gjëra pozitive, çdo të ri, dhe i lidh më shumë me traditën, me familjen, me spiritualitetin, kështu që është gjë e bukur kur e sheh që përcillet edhe tek të rinjt. Ka qenë e vështirë ruajtja e traditës përgjithësi? Por nëse tradita, unë jam trajnuese prindërimi gjithashtu, dhe tani që po jap trajnimin tek prindrit, një pjesë e prindërve po e kanë mbajtur gjithkohën Ramazanin. Dhe kur i pyeta se si u përcollte këto, se janë prindër nona të reja, njëra nga ato më tha që gjyshrit, i mbante mend gjyshrit se sa shumë sakrifikonin, edhe pse ndoshta në kohë të komunizmit, por ata arrinin që ta mbanin atë Ramazanin, dhe ishte rrit me atë frymë, me vlerën, me përcjelljen e këtyre vlerave, dhe atë tani ajo e ka përcjellur, domethënë edhe që e mban edhe sot, dhe që e përcjell edhe tek fëmijët. Disa janë më besimtar, më të fortë në këtë pikë, por ka edhe nga ata që nuk janë shumë të fokusuar ndoshta në fe, në kish apo në xhami, por besojnë shumë në Zot dhe besojnë që të bëjnë atë që duhet bërë, ajo që është e drejtë për të bërë, ajo që është e mirë për të bërë, dhe ajo i bën të ndihen mirë, pa u fokusuar ndoshta në kish apo në xhamia. Por sot them si një ditë me diell, ditë pranvere, thuash, këtu në Londër ka qenë një ditë shumë e bukur dhe ndihej ajo aroma e festës, gjithandej shumë nga ata edhe shpërndajnë ushqim falas, e ndajnë ushqimin me komshitë e tyre, festojnë me shoqërinë e tyre, me familjarët as që diskutohet që nga mjesi, por është gjë e bukur tek shihet, tek përcillet edhe tek brezat e ardhshëm. Edhe normalisht kjo na gëzon vetë zënja Jusufi, po të flasim pak edhe për karrierën e juaj kështu në përgjithësi. Ju e thatë që këshilloni edhe jeni aktiviste, si po shkon profesioni, pasi po e shfrytëzojmë këtë ditë feste, t'ju pyesim, pasi që normalisht jeni shumë suksesshëm, rregata jonë jo vetëm në Suedi, në Londër, po gjithandej me të vërtetë bën një punë shumë mirë. Profesioni im është një kombinim i arsimit bashkë me sociologjinë apo me kriminologjinë, dhe tani me trajnimin që ne bëjmë për trajnimin e prindërimit, dhe të them me datën 16 mars, festuam, se këtu në Angli me 15 ishte festa e nanës gjithashtu, festuam ditën e nanës me komunitetet ndryshme. Dhe kjo ishte gjëja më e bukur që ka ndodhur, sidomos në këtë zonën ku jetoj unë për një kohë shumë të gjatë. Janë bërë shumë festa në zonat ndryshme të Londrës, po këtu në Islington ku jetoj kemi bërë workshop vazhdimisht me maksimumin 25-30 veta ose 60 veta. Festën që bëm të hanën tani, këtë të hanë ishte me 200 veta, dhe aty ishte edhe shija e kuzhinës shqiptare. Ne kishim nga komunitetet më të ndryshme, si kishim të ftuar të local, në zonën lokale, nacionale, por edhe internacionale. Kishim njerëz që kishin ardhur nga shtetet ndryshme, ishte një festë e veçantë, dhe kjo dha një ndjesi që harmonia të shpërndahet harmonia në komunitete, ku më mirë se sa nëpërmes mesazhit të nënave që ishin zgjedh edhe si panel që të flisnin në panele, apo edhe si key speakers që të përcjellnin mesazhet e tyre të duhura dhe shumë
motivuese dhe inspiruese për të gjithë brezat e ardhshëm se si mund të festojmë së bashkut, pa vure dallimet në atë moment, por sa shumë ngjashmëri kemi dhe sa shumë lumturi krijohet kur ne së bashku festojmë për një qëllim të përbashkët. Dhe ajo frymë mund ndihet ditën e hanë, por e bukura ishte se ushqimin dhe muzikën, gjithçka u prezantu në anglisht, por ushqimin dhe muzikën e kishim shqip, gjithashtu të shoqëruar edhe me një valle të Tropojës, e cila edhe tani është në UNESCO dhe është bërë tashmë një valle globale, më shumë se sa themi një valle, një zone të Shqipërisë, jo vetëm që është një valle nacionale, por edhe globale, më themi, se po jepet edhe të komunitetet tjera, jo vetëm të komunitetit shqiptar. Mirë, Zonja Isuvi, krejt ndoshta për fund, normalisht po du me të pyet në këto festa çfarë emocioni është që me, po e them kështu, me festu në një vend tjetër, domosdoshmërisht i cili nuk është i joni në fund të ditës, po që normalisht me vite bëhet edhe si juaj, po asnjëherë ndoshta si atë aty ku ki lindë edhe i rrit. Për të theksuar, dita është shumë e ngarkuar, për shembull, çdo ditë është shumë e ngarkuar me programin që kemi ditor apo javor, mujor, dhe koha kalon aq shpejt sa nuk e pa e vënë re, domethënë që gjithnjë punë. Dhe festat, sidomos këtu edhe jashtë atëdheut ton, larg familjarëve tanë, na japin këtë hapësirë që të ndalojmë, të gjejmë njëri tjetrin, të bashkohemi, të çojmë ndonjë mesazh tek njëri tjetri, të reflektojmë dhe të përcjellim më të mirën që është e mundshme, jo vetëm në familje, po në shoqëri dhe në komunitet gjithashtu. Dhe vetëm festat na japin këtë hapësirë më së miri. Dhe unë uroj që të merret më e mira nga këto festa, të reflektojmë që të gjithë dashurit tanë që bashkohemi të festojmë me ta, të vlerësojmë atë kohë të ardhë dhe të duam njëri tjetrin. Mirë, faleminderit shumë Zonja Isuvi për gjitha këto, faleminderit shumë. Faleminderit dhe juve për hapësirën dhe ju uroj suksese në vazhdim. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Të nderuar shikues,